Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha mirësitë e Tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër, jemi duke bashkëjetuar në ditë të nxehta, po vera është ta pranojmë si klim e rëndëmt e kohës, sepse zakonshëm ne si njerëz dim të ankohemi shumë nxehtë. Po dimni s'ka buha kemi marrë që është nxehtë, e është normale verës me marrë nxehtë, ka qenë gjithmonë kështu që po duam ju përgatit në aspektin psikologjik që koha është e nxehtë, po edhe ne do të mundohemi që t'jemi të shkurt në ligjëratat tona, sidomos në hutbe këtyre ditëve, duke marrë parasysh edhe punën, edhe lodhin, edhe temperaturën, por për aq sa do të jemi bashkë, do të mundohemi inshallah që të përkujtojmë njëri tjetrin, të përmbushemi, të marrëmi diçka vëllezër në këtë ditë të madhe, në ditën e Bajramit javor, që është dita e Xhuma. Elhamdulillah jemi shumë mirënjohës Allahut që ne ka caktuar këtë ditë si vend të bim edhe vend takim e Xhumaja, përveç sevapit, shpërblimit, Xhumas që është një ditë vend takim vëllezër që vërtet ndoshta para se të hinë temë po e bëj këtë hyrje, ndoshta nëse në gjitha kohërat ka pas nevojë, mendoj se në këtë kohë edhe më është shtu nevoja jonë për të taku. Pra, dita e Xhuma, për atë arsye po du në kuadrat që kësaj hyrje me përcjellë dhe mesazh. Mundohuni vëllezër kur të hini në xhami, lironu prej kompleksit telefonit. Liro, që t'ja aeroplanin mbylle, ke hinë në xhami, përmen Allahun, dëgjoni ligjërat. Pra, së është mundësi javore. Allahu alem, atë përsëritet një javën tjetër. Unë të hinë në xhami, këtë takova një xhamatli të më shumë, të respektuar shumë, një mësues të vendit tonë, tha që 2 gjuma hojë s'po mujt me ardhë. Thash, subhanë, kjo më bani me bo këtë hyrje. Nuk i dijet njeri, shfrytëzohe, shpesh herë po takojmë, 3, edhe në namazë, besa që mu më banë për shtypje, se unë jem gardian i juve, vëllezër. Unë për juve ku më ardhë. Shpesh herë, po sa t'japin selam, po thu që kjo është kryetari shtetit. Është në farë drejtori, mini herë në telefon. Pse vëlla, ke hinë xhami? Veç nëse ka urgjencë, ma di bënë edhe me dalë. Kërkoj shumë mirë kuptimin e ju për këtë që po e thamë, po ja u thamë se ja du të mirën. Ke hinë xhami, ditë e Xhuma, relaksohu. Jeto për pa telefoni gjysore, 1 orë, jeto pa telefon, jeto jetën kështu natyrale, lirau pi komplekseve. Edhe kështu tani kime në dëgju hutbën mirë, edhe nuk të kap gjumi besa. Se të kap gjumi, pa këndzet, edhe tash kriza telefonit që s'mon edhe hoxha me legjeru të me një telefon s'ban, tash t'kap gjumi. Hajtë të regoma përfundimin atje barazimin. Cili barazimi sot që ti përfitove në Xhuma, vallahina dola qështu. E jo në koki qëllimi jonë. Qëllimi jonë është vëllezër, unë me përfitu për juve, edhe ju me përfitu për diçka që ka mujnë me afro. Të ndershëm vëllezër, edhe sot do të flasim me të njëjtën temë që kam fillu para 2 ligjëratave, të flasë për edukatën ndaj dietarëve, edukatën ndaj hoxhallarëve. Dhe gjithsesi në çdo hyrje të kësaj teme, kam folë diçka që ne nuk mund të përkufizojmë me 2-3 ligjërata të ngjashme, por të paktën diçka që na duhet, sepse kemi thënë hoxhallarët, dietarët, hoxhallar po i quajnë tena. Dietarët janë eminent botror. Ne jemi nxënës të tyre vëllezër. Mos na i zë për të keq askush, mos na i merr për të keq, nuk kam për qëllim zotruna vetveten, kolegtemi, jo vallahi, nuk kem për qëllim. Kem për qëllim dietarët eminent që nga kohët e arta. Por hoxhallarët janë nxënës të aty në dietarëve. Prandaj, është shumë rëndësi se janë bardhës të këtij emaneti, që i bie se respektimi i dietarit, i hoxhës, kemi thënë, të afron te Allahu. Nuk është thjesht një respekt human njerëzor i natyrshëm.
kemi të bëjmë me afrim të Allahu, kjo dhe më ka shni që ligjëratën e parë me fol për pozitën e dietarëve që e kanë te Zoti i Madhreshëm. Dhe në ligjëratën e kaluar kemi fol për edukatën e përgjithshme. Kam fol për disa edukata të përgjithshme të xhamatit, të popullit në raport me dietarët dhe hoxhallarët. Dhe kam fillu një prej edukatave të e çkoqis ligjëratën e kaluar dhe aty po vazhdoj. Prej edukatës së përgjithshme të ndershëm vëllezër është ndëgjimi dhe respektimi i mendimit të dietarit. Pra, të ndershëm vëllezër, e kam thënë edhe në javën e kaluar. Dietarët botëror, eminent, dhe hoxhallarët e vendit juve, janë gardian të juve, janë shërbim të juve, janë shërbim të popullit. Në çdo segment jetës, çka do që kërkohet, kjo ka qenë, ose thonë me mirë nështë me pak fjalë për përkufizoj, janë në nivel të detyrës gjithmonë. Çka të kërkohet, janë të gatshëm. Unë po ju them pa modesti. Wallahi, nëse ka nevojë mi shërby me ujë, hiç se kem problem mi shërby. Nëse ka nevojë me këshillu, kem obligim. Nëse ka nevojë me mbrojt këtë vend, kem obligim. Na jemi në shërbim të popullit dhe të vendit. Prandaj, respektimi i mendimit të dietarit, të hoxhës, është interes i yti. E në kuadër të kësaj, pastaj po them kështu. E kam ndërtuar për faktin se dietarët janë më të thirrur për të folë për fe. Me që janë më të thirrit me folë për fe, si që janë mjekët më të thirrit me folë për mjekësi, inxhinierët për inxhinieri dhe secili në drejtimin e tij, pra në profesionin e tij, hoxhallarët, pra janë në mision. Janë në mision, por në kuptimin gjuhësor për përdori si profesion, janë në nivel të profesionit. Prandaj, ata janë thirrur dietarët, hoxhallarët që të flasin për fe. Por respektimi i mendimit të tij është interes i yti. Prandaj, po dojmë me kriju një kulturë të re. Një kulturë të re, jo ajo që ka qenë, që shpesher në ka bo vaki. Hoxh, unë ja ku mba qështu, çka po thuti? Kjo në fakt është përgjigje, nuk është pyetje. Shpesher në ndodhë, në bo vaki neve si hoxhallar, vjen konsultohet dikush, hoxh, unë ja ku mba qështu, ç'është po thuti, çka thot feja? Ti në fakt ja paske baj, paske kry punën, nuk ki nevojë tash më pyet mu. Kjo është gabim, kjo është orientim i gabum. Pra është mendësi e ulët, na duhet me ndryshu këtë. Askush nuk duhet me uni keq. Pra, qëllimi jonë është me përfitu të gjithë. Një, kjo është një e para. E dyta, kur e pyet një hoxh, një dietar, për një çështje private, ai hoxha tep mendimin e dijes që ka. Dhe mendimi i hoxhës është në kundërshtim me egon tone. Ka do m'ja mojtë qëtash. Shpeshet gjejmë që prap, ai e qënë vend njëlla, thëtë hoqë po m'vjekesh, po n'apet i grajnë temen. E pse më lodhe pra? Kjo nuk është dituri, vëllezër. Jo. Kjo, unë po flasë në aspektin fetar, kjo tani ka shtrirje në të gjitha drejtimet. Sukur ti që shkën të mjeku, edhe janë kosh mjekut, edhe e paraqet shqetësimin, edhe mjeku të ep diagnozen, ti thu më falë, po unë apet i grajnë temen. Ilaqit ja qes vetit. E pa, kjo tani nuk ka kuptimo me shku të mjeku. Edhe të psikologu, edhe të aj, edhe të aj. Por para të arsye thash, du ta kriju një mendësi të re, një kulturë të re që na mungon si shoqëri. Pra, nëse na xhamati, populli, e ka këtë kulturë, nuk ndodhin disa gabime që po na ndodhin vëllezër. Pse? Se në mes të egos dhe në mes realitetit është një vi ndarëse. Egoja prin gjithmonë për me realizu dëshiren individuale. Egoja, nefsi. Këto e ka promovu Kurani. Inë në nefse le emarat në bisu, egoja prin për të keqe. Dhe në anën tjetër, ta pys hoxhën, të paktën ta kam një mbules. Apo ta kam një justifikim. E që kjo justifikimi tani është fals. Që kjo vish nuk është justifikim real.
Pse? Se kur ta pyetsh hoxhën dhe ta e bje përfundimin, ti dush mu zhvesh për egos. Ose thonë mirë, dush me thyj egon tone. Thy mirë, në rregull, kjo është përgjec edhe kry puna. Pra këtu përfitojmë nga realiteti i pyetjes. Pastaj, të ndershëm vëllezër, për te njohurive fetare, dietarët me renomi, po dhe hoxhallarët që në përgatitur në vendin tonë, kanë përgatitje për te fetarisë. Kanë përgatitje edhe shkencore, edhe sociale, edhe tjetës të përditshme, si që kanë folë në ligjëratën e kaluar, populli jonë në të kaluarën, i ka konsultu hoxhallarët e vendit edhe për çështje private. Por kanë përgatitje dhe nuk më premton koha tash munal në mënyrë të përveçshme me folë për dietar botëror nga kaluara që kanë qenë edhe mjek të mirë. Ndërta është Ibn Kaimi, që sot kemi me 10-100 libra të përkthyer në gjuhën shqipe, që fati jonë, dhe kemi shumë prej të hershmeve, po që nga koha sahabëve është ushtruar mjekësia, astronomia, e shumë shkenca që dëvonshme janë të njerëzimi të njohura, janë trajtuar në islam nga vetë dietarët islam. E pastaj ne si hoxhallar e kemi njekë rrugën e tyre. Prandaj dhe flasim, nuk marrëmi kompetencë ne si hoxhallar me nxjerr përfundime shkencore, sepse kemi falë Zotin në vendin tonë, por mund të prononcohemi për këtë realitet. Andaj të ndershëm vëllezër, themi që kjo çështje që ne po e trajtojmë sot, se duhet të referohemi dietarëve për çështje fetare dhe që neve na intereson, dhe hoxhallarëve të vendit, e kemi një citat kuranor në surën Nisa, kapitulli i grave, citati 59, ku Allahu xhelle xhelaluhu bën thirrje publike, universale dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, atiiu Allaha wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum." O ju besimtar, nënshtrohuni, përgjigjuni Allahut, dhe nënshtrohuni dhe përgjigjuni të dërguarit të tij, dhe përgjigjuni parist juaj, kështu është përkthimi. E të kjo shprehja e tretë, parist juaj, Ibn Abasi, radiallahu anhu, pra sahabi, shok i pejgamberit alayhis, hoxha i hoxhallarëve njihet, dhe shumë të tjerë kanë thënë, kjo pjesë ka të bëjë me hoxhallarët, me dietarët. Pra, ndëgjoni hoxhallarët, ndëgjoni dietarët, respektoni. Po tu nis për këtë citati, unë e ndërtova këtë bisedë që folet deri më tani. Që kjo është sa i përket edukatës së përgjithshme me dietarë, dhe ka shumë çka të flitet, po mundohen atë faktin të preki disa segmente. Tani po flas në pika të shkurta për disa edukata të veçanta në raport me dietarët apo hoxhallarët. Të ndershëm vëllezër, duke qenë se dietarët, hoxhallarët janë edukatorë të shoqërisë, edukojnë shoqërinë, të gjitha segmentet e jetës, edhe nga aspekti shpirtëror, edhe në mathirit, edhe nga aspekti mental, sepse feja vëllezër, feja na flet me eduku mendjen, shkollimi është edukati mendjes, feja na flet me mbrojt mendjen, janë edukator, dietar, hoxhallar, edukator të mendjes, janë edukator të trupit, e kështu me radhë, dhe gjithsesi që kemi dhe do thot obligime dhe na përkasin disa prej këtyre edukatave, dhe në kuadër të kësaj, në hyrje të këtij lloji të edukatave të veçanta, du ta specifikoj se në historinë islame, në të kaluarën e hershme, ka qenë kështu si rregull. Para se me qunë shkolla, fëmijët i kanë qutë të dietarët me marrë edukatën e debin e dietarëve. Sikur që kemi shumë shembuj në historinë islame, po e specifikoj rastin e nënës së Malik bin Enesit. Imam Maliku, ka qenë njëri prej 4 medhhebeve, 4 shkollave juridike. Imam në xhaminë e pejgamberit alayhis në Medinë, në kohën e vet, dietari më eminent i kohës. Nëna e tij, Alije bint Sherik, kur ka filluar me hec, kur ka filluar mi kuptu gjërat, thot, ma ka përgatit kapuqin, imamën. Edhe më ka qu, thot, të hoxha jam, të Rebia. Edhe më ka thonë, mere e debin e ti, edukatën,
Vëllezër, kjo po na mungon sot. Fal Zotit, dije, nuk jemi keq me dije. Nuk jemi keq me dije, sepse tash përveç xhamisë kemi mundësinë me marr dije përmes rrjeteve sociale, përmes ligjëratave që ndëgjojnë kështu me radhë. Po na mungon edukata, vëllezër. Po na mungon edebi. Unë jam të folë në mënyrë të përgjithshme, askush nuk do të duhet të njihet keq, nuk kam për synim askën, kam për qëllim të gjithë me i plotësu. Pra, kështu ka qenë historinë islame dhe ka vazhdu kjo, madje edhe në kohën që ne e kemi mrri. Pra, fëmijët shumë prindi kanë qu në xhami me marrë edukat. Pse? Sepse xhamia ka rang, xhamia ka rregull, ruhet qetësia, ruhen ulja në xhami është, nuk si ulja kafe, vëllezër, kërkoj shumë mirë kuptim, po pi edukatës në xhami, ku fol për edukatën e xhamisë. Do të me dallu ulja në xhami dhe ulja në kafe. Kur shkoj me pi çaje, kafe, madje do të me dallu prej uljes në shtëpia tona. Shtëpia tona shtrihemi edhe ulmi çysh dojmë. Xhamia ka rregull, xhamia ka qetësi. Pra, ka një çrregullim të këtij, po them, ekuilibri, prandaj dhe po përkujtojmë në këtë aspekt. Kanë mësu dietarët e hershëm, edhe hoxhallarët i kanë mësu si ta bëjnë uljen para dietarit, para hoxhit. Unë këtu po du me e përdorë edhe një mekanizëm shtesë që kjo edukat të reflekton shkolla. Edhe kështu publikisht po e them, institucioneve tona arsimore, nxënësit tonë që dalin prej xhamive, që mësojnë xhami, jenë të dallueshëm nëpër shkolla. Po e them këta me përgjithësi. S'muj të flas në mënyrë selektive, filani dhe filani, jo. Po në mënyrë të përgjithshme, jo vetëm xhamia jonë, po flas në gjitha xhamiat ku ka mësim besim, ku mësohet, ata nxënës janë më të edukuar se sa të tjerë në çfarëdo shkolle. Kërkoj shumë mirë kuptim, ky është realitet. Në të gjitha kohrat ka qenë. Pse këtu mësuesin? Këtu i mësojmë me moj qetësi. Këtu i mësojmë që këtë edukat bartën në shkollë, këtë edukat bartën në shtëpi, këtë edukat bartën dhe gjithsesi që kjo reflekton. Pastaj nga edukata e veçantë është që duhet me pas edukat në parashtrimin e pyetjes dhe në dëgjimin e përgjigjes. Pra, dietarët eminent na kanë mësuar, dietarët e mëdhej, hoxhallarët, që është shumë më rëndësi të parashtrimi pyetjes, xhamati kur don me pyet. Pyetja me qenë në formën e mësimit, jo në formën e provokimit. Nëse pyetja bëhet në formën e mësimit, personi ka sevap, shpërblim që pyet. Pse? Ti don me vërtetu njohurinë tënde. Edhe nëse e din, nuk prish punë. Jetën pyetim ja bogjës që ja ke bën para disa viteve, po ke me dyshje, ke dyshim, ke harru pak përgjigjen, pyet pa problem. Hoxhën tonë, hoxh tjetër s'ka problem. Pra, kjo është për edukatës që duhet në raport me dietar, në raport me hoxhallar. Në momentin që pyetja bëhet në formë provokative, atë ti më nuk merr bonusa, nuk merr shpërblime. Kalon tash të vlerave në raport me Allahun. Imam Buhariu, një prej hoxhallarëve të njohur, një prej dietarëve të njohur, kolos i dijes, në koleksionin e tij, koleksioni Sahih Imam Buhariut, koleksioni sakt Imam Buhariut, e ka përpiluar një kapitull. Ndalohet parashtrimi i pyetjeve për të argumente, hadithe për këto që nuk ka tani tema ime. Pse? Sepse kështu nuk mundesh me përfitu. Dhe kështu pastaj shoqëria deformohet, se s'pun pretendon koha unë me shpjegu këtë çka duhet, kështu pastaj përfundojmë në media, në takime mediale, abuzuese, fyrje, ofendime, tani veç po themi një takim medial, veç s'muna me thonë intelektual edhe akademik. Ka fillin që ky problem i këtyre personave, prej startit, e pra ne duam që në xhamit i përgatisim nxënësit me këtë edukat mirëfilli. Po ashtu, nuk është nga edukata me ndërhyj gjatë ligjëratave.
e di që mediat kanë qef mu quta xhamati unë të fol këtu, edhe njani me fol atje, edhe tjetri me parashtru një pyetje, por edukata e xhamisë ka rregulla. Ka rregulla dhe absolutisht pas përfundimit namazit ka qetësi, ka shqetësim me shumë kënaqësi i mirëpres kritikat. Na nuk jemi përkryen, ose propozimet, edhe kësaj plotësohemi. Ato që desha ta ceka më herët, për shkak kohës po duam të cekë edhe një çështje që diskutohet në për libra tek dietarët islam, çka është e mundur te dietarët? Çka është pjesë e dietarëve? Pjesë e dietarëve është edhe gabimi. Por fjala është gabimi në ndonjë çështje. Është e mundshme, domethënë që dikush nga dietarët, nga hoxhallarët, mos m'ia qilluni mesele, një çështje juridike ose një përfundim. Por ai ti si xhamat i thirrur me testuçat hoxhën, jo nuk je. Mos jam sy kësaj pune. Pra, kjo çështje prapë është mes të dietarëve. Mirë po, dietari, hoxha, edhe nëse nuk ja qellon një çështje, prapë te Zoti ka një shpërblim. Këtë s'pe them unë, kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Thotë, idha ijtahada al-qadi fa asab falahu ajran. Nëse gjykatësi, këtu hyn dietari, gjykatësi, çdo kush flet për dije, e jep mundin e tij, angazhimin e tij në një çështje, edhe ja qellon, i ka 2 sevap. Thotë, wa idha akhta falahu ajr. E nëse gabon e ka një sevap. E pse tash çysh hoxh një sevap? E ka dhënë mundin e tij, shpërblet për mundin që ka. Përfundime fetare, këto janë çështje dietarëve. Nëse e jep mundin për diçka, edhe ja qellon, prap nuk e merrin shpërblimin e hoxhës dietarit, se s'është i thirrur. Amo me bëmës me ja qellu, defekti është shumë i madh. Prandaj ruaju mos i hin fushës që nuk takon. Dhe të fundit që po duam të trajtu se koha veç s'ka doj, është a lejohet që dietarët, hoxhallarët të marrin kompensim për punën e tyre që e bajnë. Është një pyetje që na parashtrohet, është një kërkesë që dojnë me ditë dhe kjo është shumë e hapur, koha veç s'ka doj, po inshallah këtë mesele, këtë çështje juridike do ta trajtoj inshallah në javën që vjen. Zoti ju shpërblet për mendjen. Alhamdulillah.